Rezultat të njëjtë i cili më pas drejton në prokat. Por tani po shihni që po përballemi me një regjim jo demokratik, i cili qëndron në zyrën e shtetit pa legitimitet qytetar, i cili është gjendje të blokojë qytete, përfshirë dhe kryeqytetin se që ka bllokuar sot, i cili është në gjendje mos të respektojë asnjë vendim gjykatave, as kushtetuese, as supreme, i cili mendjen e ka në blokadë, bllokim e sabotim, por rreth anë tilla bësh gjithë këtë përpjekje, në fund legjitimosh një gjë të tillë kish më qenë në një fakt pa fashë. Dhe kjo është alternativë e populizmit së tanishëm. Duhet ta përballemi me plotësim, pa frikë për atë çfarë përfaqësojmë, të rënojmë narracionet populiste të të akuzave të tradhtarëve, patriotëve e kështu me radhë, sepse para vetës kemi fatin e Republikës, para vetës kemi fatin e gjeneratave tona, para vetës kemi fatin e familjeve kosovare dhe kemi shumë punë për të bërë për të larguar vetën nga zhvimësia të nëshme që kemi. Ne do të ndjekim një rezultat sa më të mirë për DDK, në mënyrë që DDK të jetë udhëheqësi e qeverisë së Bashkimit të Republikës Kosovës. Partneritetet duhet shërbejnë në këtë qëllim. Pra kush e përshafon programin tonë politik, po para përshafimit programit politik, na duhet vota qytetarëve të Kosovës. Në demokraci ne respektojmë mendimin e qytetarëve të Kosovës.